Banorët e Trajgjasit po protestojnë sërish sot kundër projektit ujësjellësit. Ata shprehen se me këtë projekt parashikohet marrja e burimit të ujit të fshatit. Banorët e Trajgjasit, Radhimës dhe Orikumit kundërshtojnë projektin, i cili synon të marrë ujë prej burimit të izvorit për të furnizuar me ujë dërmiun Palasën, Jalën e të tjerë. Në protestën e fundit pati dhe përplasje mes protestuesve dhe policisë, pasi këta të fundit së bashku me punëtorët e firmës ishin mbërritur në fshat për të nisur punimet, banorët nga kjo situatë kanë reaguar ashpër, duke u përplasur me autoritetet për të mbrojtur burimin e tyre të ujit. Për këtë projekt, kryeministri Edi Rama ka thënë se nuk ka asnjë kërcënim për ujin e pishëm dhe ka cilësuar protestën e banorëve një çmenduri. Kreu i qeverisë deklaroi se projekti parashikon që shfrytëzimi që do t'i bëhet këtij burimi është 2 herë më i vogël se sa prurja minimale dhe në të gjitha rastet ajo që mbetet e pashfrytëzuar nga sistemi është më se mjaftueshme për të gjithë mjedisin ekologjik. Rama shton se ky projekt nuk përbën rrezik për nevojat jetike të njerëzve të Trajgjasit. Kujtojmë se pak ditë më parë, një pjesë e Trajgjasit shpërtheu në flak e shumë njerëz e lidhën këtë pikërisht me këtë protest, thënë në një mënyrë figurative ata që nuk i binden kryeministrit digje në ferr.